Në ambientin e bibliotekës shkencore të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuçi u zhvillua konferenca arsimore, cilësia dhe sfidat e arsimit në nivel vendor. Në konferencë u diskutua rreth disa tematikave, si leadershipi apo gjithëpërfshirja, ndërsa qëllimi i kësaj konference ishte evidentimi i vështirësive, sfidat dhe arritjet e arsimit. Ajo çka ne synojmë në fakt është sigurisht të gjithë së bashku zbatojmë politikat kombëtare, por vështirësitë, sfidat edhe sukseset janë në fakt edhe pak në kontekstin lokal për të diskutuar dhe për të ballafaquar. Dhe synimi i kësaj konference ky është. Dhe nëse ne në një moment të caktuar në territoret e shkollave dhe brenda territorit të shkollave dhe të klasave, do të vëmë shpirtin e prindit, duhet të dini që kemi fituar luftën me çdo lloj dhe me çdo lloj fenomeni. Konferencat të tilla janë të dobishme, është një pash programin është jashtëzakonisht i pasur, panele, mbet shumë qefi, shumë prej panelistëve të cilët do të debatojnë sot lidhur me çështjet e cilësisë janë vërtet kërkesë kohës. Drejtuesit e pushtetit vendor u ndalën tek siguria në shkolla, si dhe investimet e realizuara në institucionet arsimore. Paketa e sigurisë në shkolla është një sër masash e cila është marrë bazuar në legjislacionin shqiptar për sistemin parauniversitar, që shpreh qartë detyrimin e institucioneve publike për sigurinë fizike të nxënësve, por edhe sigurinë e shëndetit mendor. Ju të gjithë e dini se çfarë cilësie kishte dhe ka sot shkolla Ndremjeda apo Alilaçi, me hapësira që janë liruar tashmë dhe janë vënë në dispozicion të nxënësve, të mësuesve, por edhe të prindërve, edhe të komunitetit rreth rrotull, dhe këtë punë ne do të vazhdojmë ta bëjmë çdo ditë më mirë, çdo ditë më shumë në shumë shkollat e tjera që janë planifikuara siç janë bërë edhe përpara këtyre. Përballë sfidave të kohës, ndryshimeve teknologjike, lëvizjeve demografike, nevoja për përfshirje dhe barazi në arsim, na kërkohet të jemi sa më largpamës dhe më bashkëpunues. Në kuadër të javës së mësuesit, konferenca erdhi si një hapësirë reflektimi dhe bashkëpunimi për përmirësimin e cilësisë së arsimit në nivel vendor.